Detyrat kanë mundohë në këtë formë, po ja nisi me kuzhinën. Në kuzhinë, kom vendos 1.4 persona, për arsye se edhe kur po jam 5-6, puna po është të njëjtë, mos edhe ma keq të ushtuj cilit e bën këta, se ky po bën, ky s'po bën. Në kuzhinë është Toni, Labi 2, që kanë me gatu, Mila int është Dolce bashkë me Edin, tash ju kallëzoj edhe kush bashkan gjitet, Masanena. Dolce Edi. Shka me bo? Int. S'di mojë në gjohë. Dolce Edi janë në kuzhinë, te int. Në banjo, i kom lënë 2 persona që janë për një me tamën për banjë të pastërt edhe evrej që e kanë higjienën kështu shumë primare, është Fjolla bashkë me Benita në banjo. Në living room, kom vendos me lënë, ti me Fjollën jeni në banjo. Me hallën ose Fjollën i doesn't matter. Për ndryshe, çdo përveç kuzhinës, që do të më bëhet 3 herë në ditje, mëngjesi, dreka darka, ku me kërku prap të vllai madh që buxhetin me na arrit pasi jon festat, kena nevojë me zgatë edhe mas 2-3 janar. Shpresoj që kam me na ndëgju. Tek pjesa e living, kom vendos me lënë tezën besprime, te pjesa e living, është Hygi me Ludën. Këto. Hajde skema juaj. Jo se dita që keni kimi goxha të thellë dhe mos po përfundoni naj... Ndryshoje. Okej, Hygi, veç pak ju lutem, Hygi Ludo në living. Tek dhoma e gjumit, kom vendos 1.3 persona, për arsye se që aty e bojna gjumin edhe që shedini gjumi është diçka shumë e rëndësishme, edhe pse shumica se